pikpamja ligjore. Shkelja e barazisë në tendera nuk është dispozita që i takon ministrit, kryeministrit, zëvendës kryeministrit. Shkelja e barazisë në tendera është përdorimi i detyrës posaçërisht për anëtarët e komisionit të verifikimit të ofertave. Pra, është një dispozit e cila është përdorimi i detyrës, po për komisionin e verifikimit të ofertave e ka të specifikuar ligji është shkelja e barazisë në tendera. Dhe shkelja e barazisë tendera e bën pikërisht ky komision i cili pranon aktet, shikon ofertat, kush është oferta më e leverdisme, kush jo, kush është firma me kurrikulum më të pasur, çfarë kurrikule ka etj, sipas ligjit dhe sipas si çetën kjo punë. Nuk ka lidhje ministri me shkeljen e barazisë tendera, sepse ministri nuk është antar i këtij ministri i këtij komisioni. Ministri ka ose shpërdorimin e detyrës, por në këto raste, nëse ka ndërhyrë dhe ka përfituar, e kupton? Dhe rasti llogaras nuk mund të jetë komisioni verifikim të ofertave që ka gëlltitur 50 milion euro, mbasi ka fituar Rrok Gjoga dhe vajte vizitës së kryeministrit me Belinda Ballukun në Turqi. Këto nuk i ka bërë komisioni verifikim të ofertave.